Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojni farmacit, sy tek farat e pjeprit dhe do kuroni këto sëmundje. Pjepri është një nga frutat më të shijshme të verës dhe jo vetëm. Tuli i pjeprit është mjaft freskues dhe i ëmbël dhe me të nuk ke të ngopur. Brendësia e tij është e mbushur me fara të qullta të cilat në shumicën e kohës përfundojnë në koshin e plerave. Farat e pjeprit nga ana tjetër janë të mbushura edhe me ushqyes dhe kur thahen, ato munden që të konsumohen si një ushqim i shpejtë dhe shoqërues i pijeve të ndryshme. Farat nga ana tjetër nuk kanë aromë dhe shija e tyre të kujton ëmbëlsinë e arrave. Farat e thata përdoren në pjekje, sallata dhe gjithashtu konfeta dhe pije. Farat e pjeprit janë të pasura me acide yndyrore, fibër, minerale, vitaminë E dhe proteina. Këto fara nga ana tjetër konsiderohen si të pasura me antioksidantë dhe ato pastrojnë organizmin nga radikalet e lira. Përmbajtja e lartë e fibrës tek farat i bën ato të rekomandueshme për flokët dhe për thonjë të shëndetshëm. Farat e pjeprit përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe E. Këto vitamina të cilat treten në yndyrë gjithashtu munden që të shërbejnë si antioksidant dhe të mbrojnë sy dhe të parandalojnë sëmundjet e këqija. Farat e pjeprit janë gjithashtu një burim i mirë i kaliumit, magnezit dhe fosforit. Këto minerale gjithashtu ndihmojnë në rregullimin e tensionit të gjakut, forcimin e kockave dhe nga ana tjetër mbajtjen larg të diabetit. Farat e pjeprit ndihmojnë në largimin e parazitëve nga zorrët. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, këto fara besohet që të përmirësojnë gjithashtu tretjen e ushqimeve. Sipas të dhënave, farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Studimet nga ana tjetër kanë konfirmuar se antioksidantët dhe acidet yndyrore tek farat e pjeprit e mbrojnë zemrën nga stresi dhe gjithashtu çrregullimet e tjera. Mineralet nga ana tjetër ndihmojnë edhe në uljen e tensionit të gjakut. Për këtë arsye, farat e pjeprit munden që të shërbejnë si një ushqim tepër i shëndetshëm dhe për ata të cilët duan të bien në peshë. Këto fara gjithashtu ndihmojnë edhe në eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trupin tuaj dhe rregullimin e tensionit të gjakut. Nëse farat ju i grini në një mikser dhe formoni me to një pastë mirëfill të cilën më pas e aplikoni në pjesën e ballit, do të vëreni se ju do të jeni më pak të stresuar dhe do të keni më pak dhimbje koke. Vitamina E tek farat e pjeprit mbron veshkat nga radikalet e lira. Dhe këto fara nga ana tjetër rekomandohen të përdoren për të mbrojtur shëndetin e veshkave. Farat ju mundet që t'i hani të freskëta duke i përfshirë në sallata perimesh apo frutash. Ato ju mund t'i thani ose t'i përfshini në lëngje dhe supa sepse ofrojnë trashësinë dhe ëmbëlsinë e duhur. Pjepri është një nga frutat më të mira për të konsumuar në këto ditë të ngrohta vere. I ëmbël, i freskët, por edhe tepër i shijshëm, pjepri duhet që të jetë patjetër pjesë e listës së frutave të cilat duhen bler. Fal përmbajtjes së lartë në vitamina, pjepri duhet të jetë patjetër një pjesë e listës së frutave që ju duhet të konsumoni çdo ditë. Gjithashtu, pjepri arrin që të mbrojë zemrën. Një antikoagulant i quajtur adenozin, i cili është i pranishëm tek pjepri, mundet që të parandalojë mbikësin e qelizave të gjakut, e cila shkakton goditje ose sëmundje të zemrës. Pjepri gjithashtu
ul edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke holluar kështu gjakun në trupin tuaj. Përveç kësaj, përmbajtja e lartë e ujit në pjepër ofron një efekt tepër qetësues, i cili ndihmon në lehtësimin e aciditetit të stomakut dhe gjithashtu ajo arrin që të mbrojë veshkat tuaja. Ndihmon tretjen. Në qoftë se ju keni probleme me tretjen, ju mundet që të provoni të hani pjepër për të lehtësuar lëvizjen e ushqimit nga aparati tretës drejt jashtëqitjes. Përmbajtja e lartë e ujit e pjepri është veti e shkëlqyer për sa i takon tretjes, pasi ndihmon edhe jashtëqitjen. Përmbajtja e lartë e ujit e pjepri është e shkëlqyer pasi përmbajtjes së mineraleve, ajo eliminon acidin i cili shpesh shkakton vështirësi në tretjen tuaj, veçanërisht në stomak. Jep energji. Shumica e pjeprave përmbajnë vitamina B, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të prodhimit të energjisë në trupin tuaj. Vitamina B kërkohet nga trupi juaj për të përpunuar kështu sheqernat dhe njëkohësisht karbohidratet. Nga ana tjetër, ajo shërben edhe për një lëkurë të shëndetshme. Një nga vlerat më kryesore të pjeprit është edhe përmbajtja e lartë e kolagjenit, i cili ruan integritetin e strukturës së qelizave në të gjitha indet tuaja, duke përfshirë këtu edhe lëkurën. Po ashtu duhet të keni parasysh se ajo përshpejton shërimin e plagëve dhe ruan qëndrueshmërinë e lëkurës. Konsumi i rregullt i pjeprit është i dobishëm për ata të cilët kanë një lëkurë tepër të thatë. Me konsumimin e pjeprit ne gjithashtu tonifikojmë lëkurën dhe sigurojmë përfitime kundër plagës, për shkak se lëkura jon mundet që të përgatisi një maskë natyrale vetëm me pjeprin, ku juve do t'ju duhen disa feta të holla të pjeprit të freskët dhe më pas ju t'i vendosni këto feta në fytyrën dhe njëkohësisht në qafën tuaj. Më pas shtriuni dhe duhet të relaksoheni për 15 deri në 20 minuta. Më pas shpëlajeni ato me ujë të vakët, në mënyrë që ju të freskoni lëkurën tuaj dhe të keni një shkëlqim rinor. Hidratues i mirë. Pjepri ka veti shumë të mira hidratuese dhe njëkohësisht energjike. Ju mund të përgatisni një maskë fytyre duke përzier kastravec me pjepër dhe me mjaltë. Rrit flokët. Pjepri është një burim shumë i mirë i beta-karotenit, e cila konvertohet në vitaminë A brenda trupit tuaj. Kjo vitamina është jetike për shëndetin e flokëve tuaj dhe nga ana tjetër ndihmon për flokë të shëndetshëm dhe rritje normale të tyre. Ndaj me konsumimin e pjeprit ne kemi një rritje të shëndetshme të flokëve. Ashtu si pjesa tjetër e trupit, shëndeti i flokëve varet nga ushqimi që ne i japim folikulave të flokëve për rritjen e tyre. Konsumi i frutave të pasura me vitamina dhe minerale mundet gjithashtu që të nxjisë edhe rritjen e flokëve dhe gjithashtu parandalimin e problemeve të flokëve. Pjepri mundet që të jetë tepër i dobishëm për flokët tuaj, sidomos për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshme. Mangësitë në vitaminat B gjithashtu janë përgjegjës për shkaktimin e humbjes së flokëve, pasi pjepri është i pasur gjithashtu me vitaminë B si dhe acid folik, ndihmon në parandalimin e rënies së flokëve dhe nxisin në rritjen e tyre. Vlerat ushqyese. Ky frut nga ana tjetër është i mbushur me lëndë ushqyese tepër të shëndetshme, që nga vitaminat, minerale dhe antioksidantët. Kalori. Ky frut është i varfër në kalori. Rreth 100 gram frut i freskët përmban vetëm 34 kalori. Vitamina A. Pjepri është një frut shembullor për sasinë e madhe të vitaminës A. 100 gram pjepër i freskët përmban më shumë se 112% të sasisë ditore të rekomanduar për vitaminën A.
Ky frut përmban gjithashtu rekord edhe për sasinë e madhe të kësaj vitamine. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.